sepse ka dyshime dhe shikoj nga dosja që nuk mund t'jenë vetëm ato arabo-sirianët, nuk mund t'jenë vetëm investimet të cilat vinë nga jashtë. Kam përshtypjen, duke ju referuar vetëm të dhënave dosjes fundit, në 20%, në 25% mund ta kemi dhe drejt për drejt nga pjesëtar shqiptar të krimit organizuar apo të politikës të ndërthurur me krimin organizuar. Ndërkohë, lidhje që ka është Artur Shehu, pikalisë, por duket sikur hetimi për Zvërnecin nxori këtë apo jo? Apo nuk ka qenë... Kam përshtypje ka qenë dosje e më pashme, ka qenë e ka hershme. Dosje e Zvërnecit... Mbas hetimin për Zvërnecin doli me njerë kjo. Dosje e Zvërnecit thjesht i dha një përgjigje në kuptimin e mirë të fjalës, faktit që shpeshherë shumë punë të mëdha në Shqipëri duket sikur janë të mira, duket si kanë një dëshirë për të patur një lloj kapitalizimi të punëve, por nga prapa gjithmonë ka diçka të fshehtë, diçka jo të pastër. Dhe këtë e tregoi kjo dosje. Dosja e Zvërnecit dhe fakti që përfshihen emra të cilët janë të përfshirë në këto marrëveshjet për të fituar tokën, për të shitur tokën dhe për të bërë investimin, thjesht e shpejtoi, po themi, dosjen Aruba. Okej, ndërkohë duke parë ndalën pak të Zvërnecin 180 milionë euro e sekvestruara për të... është veprime duhet se u kritikuan nga prokuroria se si bllokohen paratë. Ka shumë probleme të qëndërturen aty. Ma analizo pak si prokuror. Prokuroria e rikorrigjoi veten. Në rast se ne kemi të bëjmë me një shitblerje toke dhe dyshohet që toka që ka përfituar thimi është e marrë me dokumenta falso, me proceset pa rregullta, ti quajmë si të duash, atëherë prokuroria sigurisht që dyshon dhe krijon përshtypjen që duhet të ndërhyjë në këtë transakcion për të garantuar dhe për të siguruar ligjshmërinë e pronës dhe faktin e thjeshtë që ai që vërtet e ka pronën duhet marrë këto të ardhura. Pra, prokuroria nuk mund sekuestroj paratë e kompanisë, po duhet sekuestroj paratë të cilat kanë shërbyer për blerjen e tokës. Në rast se Eugeni shet tokën thimit, do të sekuestrohen këto para, jo tëra paratë e kompanisë. Dhe këtë e vetë korrigjoi prokuroria. Dhe sigurisht që e vetë korrigjoi dhe patjetër që sa kohë rrin të sekuestruar këto? Këto rrin të sekuestruare derisa të sqarohet e gjithë situata penale. Nuk ka afat. Nuk ka afat të procedurale, janë vjeçare, afate të përgjithshme. Jo 3 muaj, 6 muaj, jo. Jo, ato janë afate të cilat i japin kohë prokurorisë posaçme të verifikojë në rast se kemi vepra penale që mund të jetë falsifikimi një dokumenti, mund të jetë tjetërsimi nëpërmjet formave të veprave të ndryshme penale, kanosje, korrupsioni në rastin konkret. Të gjitha këto element i jep kohë prokurorisë të verifikojë dhe në momentin që prokuroria arrin të nxjerrë, të identifikojë një çështje penale me autor konkret, sigurisht që këto para sekuestruara bëjnë shumë mirë në zgjidhjen edhe të konfliktit civil, se në rast se unë nuk jam pronari, s'mund t'i marrë unë ato para, do i marrë thimi, pavarësisht marrëveshjeve që mund të lidhen për çmimin edhe për tërë elemente të tjerë. Pra, sekuestro në vetvete garanton që paraja të shkojë tek i Zoti. Okej, Eugen, ku pe ato emrat e 20 personave, kush emër të që përmendem më shumë? Përveç se Artur Shehu që është emër i njohur publikisht, është i njohur publikisht dhe historikisht. Edhe madje edhe ti ke pasur një çështje në tim vitën parë me atë. Kemi pasur marrëdhënie në kuptimin e jo marrëdhënie prokuror. Po pra. Por jo të drejtë për drejta, por sigurisht që më bën përshtypje jo emrat konkret, më bën përshtypje kompozimi i profileve të këtyre emrave. Ndërtues të fuqishëm. Pjesëtar të krimit organizuar që unë e ti nuk e kemi ditur kur që mund të ishin kaq të edhe këtë emër që përmendni ju Artur Shehun. Të gjitha organet ligjzbatuese shqiptare menduan që u shkrepën disa pushk në 98-99, mori një azil, u largua, maksimumi mund të kemi në një falsifikim dokumentash apo jo, këtë nuk e dim te Zvërneci, por që do ishte pjesë e krimit organizuar, këtë e mësuam vetëm te kjo dosje. Dhe te kjo dosje ne mësuam dhe diçka tjetër. Krimi organizuar shqiptar nuk ka mbetur në vend numëro. Nuk ka mbetur vetëm në telefona, nuk ka mbetur vetëm në mesazhe, merr këto 2 ushtar, çom merr këto 2 tonë atje. Ka krijuar një strukturë e cila bën fjalë dhe për mbledhje. Bën fjalë për mbledhje në Aruba, bën fjalë për mbledhje në vende të tjera të Spanjës apo të botës. Dhe